Në paramëzë ditën e kiametit, Zoti Gjellë Gjellë me thonë, marë sa të dush marë, sa të dush marë. I pari që kam ju thonë kështu është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa të dush marë, a Zoti ka shumë, a Zoti ka shumë. A më në vezër, në vend se me lip Firdausin, në në të lip filani, a u bëhme burimin ma së bon. A u pendu pi gjinata si pendu. Lipe mëre Firdausin, lipe Firdausin, ze nuk e dhja e mërinë Ramazan 2025, lejmu 2026. Lipe Firdausin. Ka thonë, ma mirë baj sabër, ti baj bëdet Allahit, se me bo sabër në gjenem. Thëtë Allahu të bareke vë tala për banohet të gjenemit. Qëfar thotë? Isbiru, aula të sbiru, sewa unë alejkum. A ka ma keqë vëzë. Allah i thotë banorëve të zjarë, qafirave, jo besim të halu. I thotë, ndash bani sabër, ndash më zbani, bada bane kini. A mu që para më vëzër, njëri mu kanë me një azap, edhe mi thonë, shka dush banë, se s'del për këtu. Im shonë murit me krije, nuk del për këtu. S'far azab janë kjo vëzër. S'ka azab në dunja që ashtu. S'ka azab në dunja që ashtu. Apo, andaj kër i ka thonë faraoni, si i rbazve të vetë, kër i kanë besu Musait a.s. Ka thonë, unë kam ju dënu, shumë kam ju dënu. Ka thonë, ti na dënon vesh dunja. Po njerin, hajde, dënoj e sa dush, i del shpirti. A keni pa përshem njerin kër e mit, zullum qari maj madh. E mit, ta shëm i ban, s'ki shka i ban mo, nuk i znin mo. Allahu gjë nuk e ka dënimin kështu. Allahu gjë nuk e ka dënimin kështu. Tamam të dal shpirti për në likur tjetër. Kullema nadijat gjuluduhum, sa her që ju digjen lëkurat, ju digjen, flak ju del, bedelna gjuluden gajraha. Na ja unajna një lëkur 3, apo, një lëkur 3, për çfa liedhukul adhab, ta shijojnë dënimin, ta shijojnë dënimin. Ata që ka thonë Ahnef ibn Qais, ka thonë ma mirë babaj sabër të falet të agjeru, se me eduru gjenemin Allahit. Për këta që vëzër, ma letë është me ju binë Zotit, se me eduru gjenemin. Ma mirë është mu falë, e ma agjeru, e me dhonë zekat, e mu bo musliman i mirë, se sa me shku të Zotit e bareke vë tala, e me edurue, me qfarë? Me edurue azapin Allahit. E kanë vetë Sufjan ibn Ujejnën, rahimahullah, ka thonë, qka ka diçka njeri qka s'duron? Ka thonë, insani kejti duron, përveç hidhrimit Allahit. E lusim Allahun, Allahun mos i dhrohet me neve asnjëherë.